Çfarë janë alergjitë? Alergjitë janë reagime të tepruara të sistemit imunitar ndaj substancave, që zakonisht nuk janë të dëmshme për shumicën e njerëzve. Këto substanca, të njohura si alergjen, mund të gjenden në ajër, ushqime, kafsh, bimë, ilaçe apo materiale si lateksi. Për disa njerëz, kontaktimi me këto alergjen shkakton një reaksion alergjik, i cili mund të jetë i lehtë, i moderuar apo i rënd. Cilat janë simptomat më të zakonshme të alergjisë? Simptomat ndryshojnë në varësi të llojit të alergjisë dhe mënyrës së ekspozimit ndaj alergjenëve. Simptomat të hundës dhe sinuseve. Teshtima të shpeshta, rrjedhje apo bllokim i hundës, kruarje në hund, dhimbje dhe presion në sinuse. Simptoma në sy, lotim i tepërt, kruarje ose skuqje, ndjesi djegjeje, gryka dhe goja, kruarje në fyt dhe qiellzë, koll e thatë, ndjesi gërvishtjeje, lëkura, kruarje, skuqje dhe urtikarie, ekzema, fryrje ose tharje, frymarrja, vështirësi në frymarrje, fishkëllim në gjoks, astmë alergjike, trakti tretës, zakonisht pas konsumit të ushqimeve alergjike, dhimbje barku, të përziera, të vjella, diare, reagime të rënda, anafilaksia, fryrje e fytyrës, buzëve apo gjuhës, vështirësi në frymarrje, rënje e tensionit të gjakut, humbje e vetëdijes, nevojë urgjente për injeksion epinefrine, epipen dhe ndihmë mjekësore. Shkaqet më të zakonshme të alergjisë: poleni nga pemët, barrat dhe barishtet, marimangat e pluhurit në ambiente të mbyllura, qimet e kafshëve shtëpiake, myku në vende të lagështa, ushqimet, kikirik, vezë, qumësht, fruta deti, soja, gruri, arat, susami, ilaçet, penicilina dhe antibiotik të tjerë, lateksi dhe disa metale si nikeli. Si të mbroni veten nga alergjitë? 1. Shmangni alergjenët sa herë të jetë e mundur. Mbyllni dritaret gjatë sezonit të polenit. Përdorni filtra HEPA për ajër të pastër. Lani rrobat pas qëndrimit jashtë. Mbani kafshët jashtë dhomës së gjumit. Pastroni ambientet rregullisht, veçanërisht tapetet dhe mobiliet. Përdorni dehumidifikues për të kontrolluar lagështinë. 2. Pastrimi i hundës me solucion kripor, irigacion nazal, ndihmon në largimin e alergjenëve të thithur nga ajri. 3. Stili i jetesës i shëndetshëm. Ushqimi me përbërës anti-inflamator si xhenxhefili, agrumet dhe peshku. Përdorimi i probiotikëve për një mikrobiom të shëndetshme. Ushtrime fizike dhe menaxhim i stresit. Trajtimet mjekësore për alergjitë. Antihistaminik, për simptomat si kruarje, teshtima dhe rrjedhje hunde. Dekongestant, për lehtësimin e bllokimit të hundës, përdorim afat shkurtër. Kortikosteroide nazale, për reduktimin e inflamacionit në rrugët e frymarrjes. Kremra antihistaminik ose kortizoni për lëkurën. Epinefrina, epipen, për rastet e rënda si anafilaksia. Imunoterapia, injektimet ose pika në gjuhë që ndihmojnë në rritjen e tolerancës ndaj alergjenëve gjatë kohës. A mund të shërohet alergjia? Nuk ka kur përfundimtare për alergjinë, por trajtime afatgjata dhe shmangja sistematike e alergjenëve mund të ndihmojnë në kontrollin e plotë të simptomave. Për shumë njerëz, imunoterapia ka qenë efektive në zvogëlimin ose zhdukjen e përgjigjes alergjike. Kur duhet të kërkoni ndihmë mjekësore? Kur simptomat janë të shpeshta, të forta dhe nuk menaxhohen me medikamente pa recetë. Kur shfaqet fryrje në fyt ose fytyrë, gulqim ose ndjesi mbytjeje. Kur keni pasur më parë anafilaksi, gjithmonë bani me vete një epipen dhe informoni të tjerët rreth gjendjes suaj. Mos harroni, alergjitë mund të ndikojnë seriozisht cilësinë e jetës, por me kujdesin e duhur dhe ndihmën e mjekut, ato mund të kontrollohen plotësisht.